Nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, zoti Skënder Gjenushi, të nderuar përfaqësues komunitetet fetare, të nderuar akademik dhe studiues, dhe të dashur miq nga Shqipëria dhe nga vendet e tjera. Me gëzim shpirtëror përshëndes këtë nisëm të shquar shkencore, të organizuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë, Universiteti i Tiranës, Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Shoqata Shqiptare e Studimeve Bizantine. Kjo konferencë e parë shkencore ndërkombëtare shënon një hap të rëndësishëm në studimin e trashëgimisë sonë të përbashkët. Zgjedhja e temës Shqipëria në periudhën bizantine është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse kumtesat e kësaj konference do të jenë një burim i mrekullueshëm informacioni për historinë dhe kulturën e vendit tonë në këtë periudhë historike jo aq të njohur. Promovimi i trashëgimisë sonë të pasur ndihmon në ruajtjen e identitetit tonë, e dëshmisë për pranimin e qytetërimit dhe kulturës së këtij vendi dhe kujtesës sonë historike. Bizanti nuk ishte thjesht një perandori politike, ishte një qytetërim i tërë që formosoi identitetin shpirtëror, kulturor dhe artistik të popujve të Ballkanit. Kjo trashëgimi shekullore ka lënë gjurmë të pashlyeshme edhe në formimin psikokulturor të popullit tonë, sepse pa njohje në gjendjes psikokulturore të një populli, vështirësohet një kuptim më i mirë dhe më i thellë i ngjarjeve historike. Në këtë qytetërim, paraardhësit tanë nuk ishin thjesht marrës pasiv, po kontribues aktiv. Mjafton të përmendim Shën Joan Kukuzelin, biri i Durrësit, i cili u bë reformatori i muzikës bizantine dhe nderon kishën e tërë. Kisha në hapësirën shqiptare ka qenë historikisht një urë ndërmjet lindjes dhe perëndimit, ndërmjet së kaluarës dhe tashmes, ndërmjet besimit dhe kulturës. Kodikët tanë të lashtë, afreskat tona bizantine, manastiret tona mijëvjeçare, të gjitha këto dëshmojnë për një vazhdimsi të pandërprerë shpirtërore që i ka përcjell ndryshimet politike. Sot, pas dekadave të izolimit dhe persekutimit, Kisha Ortodokse Autokefale e Shqipërisë vazhdon këtë mision historik. Më shumë se 150 kisha dhe manastire janë restauruar. Tradita muzikore bizantine po rilind dhe brezi i ri po zbulon thesaret e trashëgimisë shpirtërore të etërve të tyre. Kori ynë, Shën Joan Kukuzeli, simbolizon pikërisht këtë lidhje të gjallë me traditën. Bashkëpunimi midis shkencës dhe kishës nuk është një fenomen i ri, që nga koha e etërve të kishës, feja dhe arsyeja kanë ecur krah me krah. Kjo konferencë vazhdon këtë traditë të drejtë dhe të ndershme. Kisha jonë mbetet e gatshme, dhe kontriboi me arkivat, dorëshkrimet dhe ekspertizën e saj në studimin e kësaj periudhe kaq të rëndësishme të historisë së popullit tonë. Urojmë që punimet e kësaj konference të sjellin dritë të re mbi historinë tonë të përbashkët e të frymëzojnë brezat e ardhshëm. Faleminderit. The